Ndërsa në ndajnë edhe pak muaj nga përfundimi i kontratës së trajnerit Silvinho me Shqipërinë, e ku nuk ka asgjë të sigurt për vazhdimin e brazilianit në timonin e kombëtares, ish-mesfushori Claudian Duro nuk ka qëndruar në heshtje. Në një postim të Sky Sport.96 në rrjetin social Instagram, ku prezantohet CV-ja e Duros dhe teza që ish-lojtari të marrë drejtimin e Shqipërisë në spektrin futbollistik, vetë Duro e ka publikuar në llogarinë e tij. Mbetet të shihet se çfarë do ndodh, nëse do të kemi një trajner të ri te kombëtarja dhe nëse po, a do të merret parasysh vetë ofrimi i legjendës elbasanase? Ardhmja e trajnerit Silvinho nuk është vendosur. Presidenti i Federatës, Armand Duka, u shpreh se i ka ofruar vazhdimin e bashkëpunimit. Për të mësuar të ardhmen e Silvinhos, nuk është e qartë se kur do të vijë përgjigja. Trajneri Silvinho tha pas humbjes me Polonin që kontrata e tij është deri në korrik dhe më pas do të vendoset. Në anën tjetër, presidenti Duka u shpreh se vendimi do të merret para miqësoreve të qershorit. Çfarë tha trajneri Silvinho? Kontrata është deri në muajin korrik dhe më pas do të vendosim. Ka qenë një rrugtim prej 3 viteve ku ka ndodhur çdo gjë. Ka pasur lojtarë që kanë luajtur 90 minuta të dielën dhe të mërkurën, ka pasur lojtarë që nuk kanë marrë minuta fare dhe pas skuadër fare. Ajo çfarë ka bërë diferencën është se kanë bërë mirë për ne. Jemi një skuadër në rritje, jam krenar për mënyrën si jam prezantuar në ndeshje. Ata lënë çdo gjë në fushë dhe kanë kënaqësi për të përfaqësuar Shqipërinë, u shpreh Silvinho pas humbjes me Polonin. Çfarë tha presidenti i FSHF-s, Armand Duka? E kam pyetur si e ndjen veten, nëse e u vëheq përsëri këtë skuadër apo jo. E kam detyrim që të jem transparent dhe po i them bisedat siç i kemi bërë me trajnerin. Ai më ka pyetur, si e mendon ti? Në këndvështrimin tim, ke energji akoma, i thash. Ai do marr kohë për ta menduar dhe për të më dhënë përgjigje. Nuk do të thotë që nëse thotë po, ne do t'i ofrojmë një kontratë të re, por do të vendosim para ndeshjeve të qershorit, nëse ne do vazhdojmë me trajnerin apo me një tjetër.